Përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17 këtu në televizionin publik. Nesër do të mblidhen sërish deputetet në tentimin e 14 për të konstituar Kuvendin e Kosovës. Me 56 vota për dhe një kundër nuk pati asnjë kvorum për formimin e komisionit për votim të fshehtë, ndërsa Dehari bëri të ditur se seanca ndërpritet për të vazhduar të dielen në orën 10. Ndërsa në disa seanca rresht, kandidatja vetëvendosjes për krye parlamentare Albolena Haxhiu nuk ka arritur të marrë 61 votat e nevojshme, ka qenë vetëvendosje e cila në seancët e fundit ka propozuar votim të fshehtë, por partitë që deri tash kanë qenë në opozit po e kundërshtojnë ndryshimin e formës së votimit në mes të procedurës. Ndërkohë, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm deklaroi se kanë përgjegjësi për ta formuar qeverinë e jo konstituimin e kuvendit. Sipas tij, kjo është përgjegjësi e të gjitha partive. Nuk themelohet nga fituesi, pavarësisht a është ai absolut apo relativ. Kuvendi themelohet nga të gjithë dhe bashkë. Me që jemi fitues të zgjedhjeve, na takon pozita e kryetarit të kuvendit, pavarësisht që jemi fitues të zgjedhjeve, do të kemi vetëm një nga 5 nënkretarët e kuvendit. Ne nuk jemi bllokues, ne jemi propozues. Dhe propozimi ynë për kryetarët e kuvendit është Albolena Haxhiu. Të tjerët mund të kemë propozime tjera, por Albolena është propozimi ynë. Të tjerët le t'i ruajmë propozimet e tyre, kur t'ju vi rradha atyre, e ne do t'i respektojmë ato. Mirë po është absurde që të tjerët të bëjnë propozimet tona, e mandej ne të përzgjedhim propozimet për të tjerët, kur t'ju vi rradha atyre për nënkretarët e tyre. Kushtetuta dhe akti gjykimit të gjykatës kushtetuese janë të qarta se kujt çka i takon. Rezultati i zgjedhjeve nuk mund të ndryshojë. Zgjedhjet mund përsëriten. Por edhe rezultati jo vetëm që mund përsëritet, por edhe mund të thellohet në favor të lëvizjes vetëvendosje. Ndaj deklaratës së Albin Kurtit ka reaguar deputetja Partisë Demokratike Vlora Qitaku, e cila ka kërkuar nga Kurti dhe vetëvendosja ta zhbllokojnë situatën dhe mos ta mbajnë peng Kosovën. Ajo ka shkruar në rrjetin social Facebook se zgjedhjet kanë përfunduar para më shumë se 3 muajsh dhe Kosova është ende pa kuvend funksional dhe pa qeveri legjitime. Por Albinin nuk ka krizë as institucionale as politike, ashtu siç nuk sheh krizë ekonomike, nuk sheh as rritje të çmimit të energjisë as të kostos së jetesës, ka shkruar ndër të tjera Qitaku. Sot janë bërë 27 vjet kur në Lapushnik të Drenësit u zhvillua betejë ashpër ndërmjet forcave të ushtrisë qeveritare të Kosovës dhe forcave serbe. Kjo betejë është zhvilluar për 3 ditë me radhë dhe ishte njëra ndër më të lavdishme të UÇK-s. Gryka e Lapushnikut u mbajtë e bllokuar për muaj me radhë duke u mundësuar luftëtarëve të UÇK-s që të lëvizin të lirë në një pjesë të madhe të territorit të Kosovës dhe kjo u mundsoi që të organizohen dhe të furnizohej me armatime. Lufta e zhvilluar në grykën e Lapushnikut për kontrollin e kësaj zone ka qenë më rëndësishme për UÇK-n, pasi e bënte të pakalueshme për forcat serbe rrugën Prishtinë-Pej. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se brenda 24 orëve të kaluara janë shënuar 52 aksidente. 22 kanë qenë me lëndime dhe 30 me dëme materiale. Policia e Kosovës njofton se gjatë kësaj periudhe janë shqiptuar mbi 2000 gjoba në trafik. Sipas raportit të policisë, në 24 orë janë arrestuar 12 persona për vepra të ndryshme penale dhe 9 të tjerë janë dërguar në mbajtje. Një burr dhe një grua janë arrestuar nga policia si të dyshuar për vjedhje në një depo pijesh në fshatin Grapoc në Zveçan. Ishte një qytetar i cili u tregoi policisë se përmes kamerave të sigurisë kishte parë persona të dyshimt, për çka reagimi i policisë ishte i menjëhershëm. Gjatë ekzaminimit është konstatuar se një dritare objektit ishte hapur me forcë, ndërsa jashtë përmes dritares së hapur ishin hedhur disa paketime me qumsht. Në vendin e ngjarjes janë vërejtur edhe gjurmë gjaku që dyshohet se kanë mbetur gjatë veprimeve të personave të përfshirë në rast. Pas aktivizimit të sistemit alarmi, dyshohet se ata janë detyruar të largohen nga objekti në mënyrë të shpejtë, ka bërë të ditur në detajet e rastit policia. Të dyshuarit janë intervistuar dhe janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Sot në Shqipëri është heshtje zgjedhore, ndërka që nesër mbi 3.7 milion qytetarë me të drejtë vote do të kenë mundësinë për të ushtruar të drejtën për zgjedhjen e përfaqësuesve në parlament,
të cilët më pas do ta zgjedhin qeverinë për 4 vitet e ardhshme. Në garen e 11 majt janë 11 subjekte apo koalicione politike, kandidatët të cilëve janë vendosur në listat e hapura dhe të mbyllura. Çdo subjekt garon me 186 kandidat në listën e votimit të KQZ-s, ku 46 janë nga lista e mbyllur. Policia e shtetit ka përgatitur një plan të detajuar masash që procesi zgjedhor të shkojë mirë dhe pa incidente. Karateisti Betim Maliqi ka arritur një sukses të madh në kampionatin evropian në Armeni, ku ka fituar medaljen e bronzët. Ai në kategorinë deri në 75 kg triumfoi në sekondat e fundit ndaj italianit De Vivo. Këto njoftime ka bërë të ditur Komiteti Olimpik i Kosovës. Udhëheqësit e Gjermanisë, Francës, Mbretërisë së Bashkuar dhe Polonisë kanë bërritur në Kiev për takime me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, një simbol i një pozicioni të bashkuar evropian për të bërë presion publik ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Kancelari i ri Gjerman Friedrich Merz, presidenti francez Emmanuel Macron, kryeministri i Britanisë Sir Keir Starmer dhe homologu i tij polak Donald Tusk mbërritën së bashku të shtunën në mëngjes në stacionin hekurullor kryesor të Kijevit, ku takuan nga shefi i shtabit të Zelensky Andriy Yermak. Takimet janë një shenjë një urgjense të përtrirë diplomatike që synon arritjen e një anëpushimi në luftën midis Rusisë dhe Ukrainës, e cila po vazhdon pavarësisht përpjekjeve të SBA për të ndërmjetësuar paqen. Dalesa e parë për liderët evropian ishte sheshi i pavarësisë së Kijevit, ku ata qëndruan për të nderuar ushtarët e rënë Ukrainës. Ukraina, mbështetur nga evropianët, ka bërë thirrje për një anëpushim të menjëhershëm të pakushtëzuar 30 ditor, diçka që po kërkon edhe presidenti amerikan Donald Trump. Rusia deri më tani ka refuzuar të angazhohet, duke thënë se mbështet idenë një anëpushimi 30 ditor në parim, por këmbëngul se ka ato që ajo i qua nuanca që duhet të adresohen së pari. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov në një intervistë me ABC News të shtunën sugjeroi se një nga këto nuanca ishte ndalimi i furnizimit të Ukrainës me armë amerikane dhe evropiane. Inaugurimi i Trump në janar solli një ndryshim të plotë në fokusin diplomatik të SBA-s në luftë me Ukrainën dhe aleatët kryesor, të friksuar nga një anim i rëndësishëm i politikës amerikane ndaj Moskës. Udhëheqësit evropian kanë thirrur një seri takimesh si përgjigje që synojnë të tregojnë SBA-s se Evropa mund të bëjë më shumë për të mbështetur ushtarakisht Ukrainën, si dhe të ofrojnë një zë të vetëm që i kërkon presidentit amerikan të mos marrë anën e Rusisë në luftë. Bisedimet vijnë një ditë pasi Rusia mbajti paradën e saj vjetore të fitores në luftën e dytë botërore në Moskë, ndërsa shtuna shënon ditën e fundit të anëpushimit treditor të vetëshpallur nga Vladimir Putin. Konfrontimi ndërmjet Indisë dhe Pakistanit u përshkallëzua më tej shtunën pasi Islamabadi nisi një operacion ushtarak hakmarrës ndaj sulmeve indiane në bazat e tij ushtarake gjatë natës. Ushtria e Indisë tha se u kundërpërgjigj në mënyrë efektive ndaj operacionit ushtarak të Pakistanit. Tensioni shtuar midis shteteve fqinje u ndes nga masakra e turistëve muajin e kaluar në Kashmirin e kontrolluar nga India. Më parë këtë javë, India goditi objektiva në Pakistan dhe Kashmirin e administruar nga Pakistani në përgjigje të sulmit vdekjeprurës militant në Palka muajin e kaluar, për shka Islamabadi e ka mohuar përfshirjen. India thot se Pakistani përdori raketa për të shënjestruar bazat e saj, disa orë pasi që Pakistani akuzoi Indin se qëlloi në 3 nga bazat e saj ajrore ushtarake. Ushtria e Indisë akuzon Pakistanin se është duke përshkallëzuar dhe provokuar situatën, ndërsa ushtria e Pakistanit pretendon se ka shkatruar sistemet e mbrojtjes S-400 të Indisë, diçka që Delhi e mohon. Të dyja palët akuzojnë njëra tjetrën për bombardime ndërkufitare dhe sulme me raketa dhe dron, që kur India filloi operacionin e saj ushtarak. Kashmiri administruar nga India ka parë një kryengritje prej dekadash që ka marrë mijëra jetë. India dhe Pakistani pretendojnë plotësisht Kashmirin. Kryediplomati i Washingtonit Marco Rubio ofroi ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara në konfliktin në përshkallëzim, ndërsa ka biseduar ndarazi me homologët e tij në 2 vendet sipas Departamentit Amerikan të Shtetit. Fqinjet e armatosur me armë bërthamore tani janë të bllokuar në konfliktin e tyre ushtarak më të tensionuar në dekada, edhe pse komuniteti ndërkombëtar po bën thirrje të vazhdueshme për qetësi dhe përmbajtje. Shkuzë ndëruar kaq për këto edicion të lajmeve, për t'u informuar gjatë gjithë ditës me gjitha informacionet e fundit, ju mund të na ndiqni dhe pëlqeni në Facebook RTK, Instagram RTK, YouTube RTK dhe TikTok RTK, aty ku informacioni vjen shpejt, sakt dhe drejt.
dhe mos harroni jemi gjithmonë live në rtklive.com. Faleminderit për vëmendje, miropafshim.